Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun azza wa jalla falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Nëse Allahu xhallahu ala që t'i bëkoj takimet tona, t'i bën të dobishme për neve në këtë botë dhe gjithashtu t'i bën të shpërblyera për neve dhe shpëtim për neve ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sikur se ju kujtohet, kemi filluar më herët të flasim për rrëfimet e Kuranit, dhe normalisht këto rrëfime janë të lloj-llojshme dhe janë të shumta në Kur'an, dhe ne kemi përmendur që në fillim të këtij trajtimi se çfarë i duhet një besimtar dhe një besimtareje rrëfimet e Kuranit. Dhe kemi thënë se Allahu xhallahu ala gjitha këto rrëfime në Kur'an nuk i ka përmendur sa për të na treguar histori, e as nuk e ka përmendur sa për të mbushur librin e tij, mirë po padyshim se gjitha këto rrëfime bartin në vetë në tyre mësime të shumta, mesazhe të rëndësishme që si përvoja njerëzore neve na duhen shumë. Dhe këto janë të lloj-llojshme, do të qoftë të kenë ndodhur me pejgamberët e Allahut apo me ndonjë prej njerëzve të rëndomt e kështu me radhë. Dhe ne patëm rastin që në takimet e kaluara të flasim për rrëfimin mbi Ademin alayhis salam, ku ja kemi kushtuar disa ligjërata, e pastaj vazhduam edhe me dy bijtë e tij dhe në takimin e kaluar përfunduam disi me pikat kryesore të këtij rrëfimi, rrëfimin për dy bijtë e Ademit. Sot do t'i kthemi pak fillimet të Kur'anit tek një rrëfim që është në surën Al-Baqara, një rrëfim deri diku i njohur padyshim për të gjithë juve, por shpresoj që dobi që do t'i marrë në të jenë një freski dhe përkujtim për të gjithë neve. Fjala është për rrëfimin e asaj që në emër të kësaj e ka marrë edhe do thotë surja Baqara, surja që flet për një lopë e cila në kohën e Beni Israilëve ka qenë një sprovë për ta dhe është kërkuar nga ata që ta therrin. Normalisht Allahu xhallahu ala kur fillon të na flet për tregimet, bën prezantimin e rrëfimit duke përmendur pikat kryesore, duke përmendur atë që padyshim neve na bën dobi. Dhe rrëfimi ka një renditje zakonisht, do të fillon me fillet e para të ngjarjes, pastaj fillon duke u zhvilluar ngjarja dhe përfundon ngjarja. Kështu është zakonisht. Mirë, po në këtë tregim nuk e kemi renditjen e rëndom të rrëfimit. Është një renditje e përmbysur. Do thotë fillimi është në fund, e fundi është në fillim. Edhe kjo ka porosinë dhe mesazhin e vet. Prandaj dua të them që ky rrëfim që nga fillimi i tij, do thotë vetë renditja e tij dhe mënyra e formulimit të tij jep shumë dobi, e lëre më përmbajtja e tij. Së qoftë një prezantim të përgjithshëm fillimisht të këtij tregimi dhe rrëfimi, pastaj të kalojmë tek dobit dhe mësimet që dalin nga ky rrëfim. Të nderuar vëllezër, Allahu xhallahu ala ka porositur në Kur'an që me të vërtetë t'i kushtojmë vëmendje tregimeve dhe rrëfimeve që u kanë ndodhur Beni Israilëve, do të bijve të Israilit, hebrejve, qoftë të jenë pasues të një pejgamberi caktuar apo në veçanti të Musaut alayhis salam. Qase padyshim ata kanë qenë shumë gjenerata dhe disa prej tyre kanë qenë në kohën e Musaut alayhis salam, e disa kanë qenë në kohën e pejgamberëve të tjerë. Prandaj kemi edhe vetë Jakubin me bijtë e tij, e pastaj rrëfimi i Beni Israilëve, do të me Talutin e me Xhalutin, e kështu me radhë rrëfime të ndryshme që aktor kryesor në këtë rrëfim janë Beni Israilët. Dhe padyshim se aty u kanë ndodhur me të vërtetë shumë gjëra të çuditshme, u kanë ndodhur çuditëra që në ato pastaj ka mësime për neve si ummet i Muhamedit alayhi salatu wasalam. Rrëfimi në fjalë ka ndodhur në kohën e Musaut alayhis salam, andaj Allahu xhallahu ala thot se Allahu xhallahu ala i tha Musaut alayhis salam, se Musa alayhis salam i tha popullit të tij, inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara. Allahu xhallahu ala po ju obligon ju që të thërrni një lopë. A thua pse më bë këtë?
E kjo është e renditja që thash, nuk është në atë që jemi mësuar të zakonshme, por është pak e pazakonshme. Në kohën e Musaut a.s. ka ndodhur një vrasje. Dhe është ditë viktima dhe i vrari, por nuk është ditë vrasësi. Dhe ka filluar që të spekulohet tash me këtë rast, ku sipas disa edhe transmetimeve thuhet se ka pas përpjekje që të mbulohet vrasësi, nga se ka ardhur për një pozite, për një fisë që padyshim ata nuk kanë qenë të interesuar që të zbatohet drejtësia në këtë rast, nga se kishin fuqi edhe të pushtet edhe të aspektit material. Dhe normalisht kur dikush duhet mu gjetë dhe dikush duhet me u akuzun në këtë rast, e ata dërgonin sinjalin e drejtimit të gabuara. Por nuk ishin mundësi që ata të ekzekutojnë, nga se në këtë rast ishte Musau a.s. ai që e kishte në dorë, do të thotë vendimmarrjen. Nëse Musa a.s. nuk kishte fakte dhe nuk dinte ka t'ja mbante. Andaj Allahu xhallahu ala kërkoi nga Musau a.s. që për ta zbardhur këtë rast me e thirr një lup. Dhe tha idhbahu baqara, dhe thani një lup, thërnë. Mirë, po ata filluan, do të thotë ata që ishin të interesuar dhe ata që ishin përgjegjës për ta zbardhur rastin, filluan që të kontestojnë. Thanë fillimisht e të tekhidhuna huzua, na po flasim për vrasje, njëri është vra. Na po kërkojmë vrasësin, na po dojmë që ta adresojmë faj në adresën e duhur, ti po thu shtër lup. Çka është kjo? Me pejgamberin e Allahut, paramandohu sillën kështu. I thanë e të tekhidhuna huzua, i thanë tja po tollash me neva, hajgore bëna? Nërsa Musa a.s. i tha, a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Unë po ju flasë për vendim nga Zoti, ju po thëmë për e gara, në pejgamberi Allahot, si mund të talë mund me fjallë të Zotit. Andaj unë nuk jam ignorant, nuk jam gjahil, nuk jam njeri që realisht ignorancë e ka kaplu aq te përsa që edhe merë gudzim më u talë me fjallë të Zotit, që jam unë e kështu. Kër e panë këtë edhe dinin këtë, po deshën me e kalu pak se e dinin se tashmë shpallja do të zbardhte rastin, dhe tashmë e vërteta do të demaskante të pavërtetën. Pra ne tentuan që të vendohen disa pengesa në rrugë. Këto të qoftë, kur e mpan këmbgulin e Musaut a.s. dhe kërkesën e tij dhe ai ishte autoritetin e atë kohë që vendoste, filluan tashmë që të kërkojnë llojin e kësaj lupe. Do thotë, fillimisht thanë, na tregoj çfarë është kjo, e çfarë ngjyre ka kjo, e pastaj a duhet me qenë që ka kullot, a që s'ka kullot, tregimi i gjatë që disa përse kena me marrë, mos të marrim ta shumë kohë në prezantim të rastit, dhe sa ata kërkanin, do të thotë sqarim për llojin e lopës, vinte përgjigja, por kur vinte përgjigja e vështirësonte arritjen. Në fillim e patën lart, Allah tha therrni një lop, çfarë do kuft, merr një lop therrë, pastaj tregoj çfarë të bësh me atë lop. Mirë, po ata filluan që të thash, e zhagisin procesin e nënshtrimit dhe përfilljes dhe zbatimit të urdhnit të Zotit Xhella Xhelaluhu. Dhe sa kërkonin sqarim për këtë lop, Allahu sjellte sqarime. Mi po sqarimi nuk ishte më i lehtë si në fillim. Shkon duke u vështirësuar, derisa u vështirësua skajshmërisht. Një lop gati inekzistent të kërkoj. Lopi që nuk ka ashtu lop. Ata i vështirësuan me pyetje të panevojshme. Dhe në fund e gjetën lopën dhe e therrën. Kur e therrën lopën, Allahu tha fadribuhu bi ba'dihha. Me një pjesë të kësaj lope goditeni të vdekurin. Dhe Allahu xhallahu e ringjall që tregon kush e ka vrarë. Kjo është mrekulli. Dhe Allahu xhallahu ra sikurse që krijon nga asgjëja, edhe ringjall të vdekurin, ai e ka këtë fuqi dhe mundësi. Dhe ne jemi të bindur se Allahu xhallahu ka mirë ringjall këtë njerëz veç një. A ringjall pasaj me prekja, pa prekja, ai bën si don. Por këtu ka mësime pse Allahu tha prekeni me këtë, bëni këtë, pikrisht për këtë shkak se ka mësime të shumta kemi vendosur me fol për këtë rast. Por tash jemi në prezantim të përgjithshëm të këtij rrëfimi. Dhe posa e bën këtë, Allahu xhallahu ala bëri që i vdekurit të tregon ka vrasësi dhe u zbatua vendimi, do thotë
dhe gjykimi Musaut të alësam dhe u përmbyll rrëfimi atë. Normalisht nuk është ka që thjesht, nuk është ka që shpejt rrëfimi. Mirë po, thash në fillim të këtij tregimi desha që të bëj një prezantim të përgjithshëm të rrëfimit e pastaj të vazhdojmë tutje me disa dobi dhe mësime që dalin nga ky rrëfim. Normalisht të ndërozër ky rrëfim konsideroj se ka një bësht kryesor të trajtimit dhe i ka pastaj disa dobi që sillen rreth këtij boshti. Sonte nuk do të flas për boshtin. Për pikën kryesore të rrëfimit nuk do të flas sonte. Do të flas për pika të tjera që janë shumë rëndësi që pastaj të lëshojmë rrugë që boshtit themelor të rrëfimit t'ia kushtojmë takim të posaçëm, të veçantë, pa e ngarkuar me dobi dhe pika tjera. Fillimisht rreth rrëfimit. Të ndërlozër në Kur'an, në librin e Zotit xhallahu ala, nuk ka asgjë të rastësishme. Nuk ka asgjë diçka që nuk është e vendosur me dije dhe me urtësi. Është normalisht libri Allahu xhallahu ala vjen nga i gjithdijshmi, nga i urti, nga ai që ka krijuar çdo gjë dhe ai që din çdo gjë. Prandaj surja Bekara, surja e dytë e Kur'anit, është surja më e gjatë në Kur'an. Nuk ka surja më e gjatë në Kur'an se surja Al-Bekara. Dhe krahas kësaj është surja e cila ka përmbledh më shumë të dispozita në vetën e saj. Dhe nuk ka sura që flet për më shumë rregulla e mësime se surja Al-Bekara. Dhe kjo surja ka zbritur në Medinë, nga se surat e dispozitave dhe rregullave kanë zbritur në Medinë më tepër, sesa që ka ndodhur kjo në Mekë. Dhe tashna nga kërkesat për meditim duhet në meditim të përfshihet edhe emri i surës që ndërlidhet me shkakun e emërtimit. Nga se nuk emërtohet surja bashkë që ashtu pa nevojë atë. Dhe nuk përzgjedhet bashkë thjesht ashtu rastësisht që në mesin e 10 rrëfimeve në Bekara dhe në mesin e 100 dispozitave në Bekara të përzgjedhet që emrin e kësaj sure madhështore ta bartë një rrëfim sikurse këtë që po flasim për të. Pse? Sikurse për shembull e bartë surja Ali Imran, emrin e surës Ali Imran. Ka dobi këtu, nuk ka bashkë ashtu thjesht pse është Ali Imran. Surja Nisa, surja Al-Maida, vetëm meditimi rreth emërtimit të surave jep dobi shumë të. E lërë më pastaj në përmbajtjen e surave. Mirë. Surja Bekara ka marrë emrin Bekara. Dhe emërtimi thash është marrë në bazë të këtij rrëfimi, nga se ky është rrëfimi i vetëm në surën Bekara që flet për këtë rast, për rastin e kësaj lopës. Ta marrim fillimin e Bekaras, ta marrim rrëfimin e Bekaras dhe fundin e Bekaras. Vetëm këto elemente po i marrim për me dhënë dobi. Edhe pse mund të inkuadrojnë shumë elemente tjera, të cilat na mësojnë shumë gjëra rreth meditimit të kësaj sure. Mirë po, po duam me marr vetëm këto 3 elemente. Elementin fillestar, elementin e rrëfimit që flet për këtë sure dhe në bazë të kësaj është emërtuar surja dhe elementin përfundimtar të kësaj sure. Allahu xhallahu ala kur e fillon surën Bekara çka thot? Dhalika al-kitabu la rayba fi. Hudan lil-muttaqin. Ky është një libër që s'ka pikë më dyshje në te. S'ka hamendje në te. S'ka dilema në te. Nuk ka kundërthënje në te. Nuk ka të pasakta në te. Nuk ka të pavërteta në te. Nuk ka pa drejtësi në te. La rajbe fi. Mohan çdo gjë që e konteston shenjtrinë e këtij libri që në fillim e mohon Zoti xhallahu ala. La rajbe fi. S'ka dyshim. E këto është interesant që subhanallahu pak mlani me shetit në për Kur'an, por mundoni ju mos me shetit me vëmendje. Ju me këtu, a unë po shetiti ka pak për shkak dobive ato. Këtu në fillim në Bekaras Allahu thot dhalika al-kitabu. E përdor për emrin dhalika, që në gjuhën arabe do thot përdoret për shenjtrim të largët. Kur do me shajt dikën larg, dhalika, aja të larg.
Ndërsa kur don me përdorë në gjuhën arabe për afër, e përdor përemrin hadha. Do të hadha afër, ky. Dhalike edhe ky është pa i më larg atij apo. Asa është gjuhë e pasur shumë. Do të edhe me metra përcaktohet përemri apo. Allahu kur e fillon surën Bakara thot dhalike el kitab. Ky është. Andaj e ngrit vlerësimin e librit në nivel të epërsisë. Në nivel të epërsisë. Nga se bëhet fjalë për pastrim dhe bëhet fjalë për diçka të veçantë, dhalike, s'ka si ky. Nuk ka si ky libër. Ndërsa në surën El Isra, në mes të Kur'anit, Allahu thot inna hadha al-Qur'ana. E këtu e përdor përemrin e afërsisë. Këtu në fillim përemrin e largësisë, e këtu përemrin e afërsisë. Pse? Për të kuptuar se sa është madhështor ky libër, për të kuptuar se s'ka këtu kurrë rastisht. Udhëtimi më i këndshëm në jetën tonë që e bën është udhëtimi duke medituar këtë libër apo. Këtu Allah e ka përdor përemrin e largësisë, nga se po don me ngrit, apo fletni për dilema, për dyshime, kjo është shumë larg. Nalt është kjo, nalt. Nuk ka dilemë që e prej këtë libër. Nuk ka dyshim që e prej këtë libër. Nuk ka fuqi që e konteston këtë libër. Prandaj ka përmend kë përemrin e lartësisë dhe largësisë është larg nga dilema dhe dyshimet. Ndërsa kur e ka përmend surën Isra pikërisht në gjysmë Kur'anit, thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ndërsa këtu ka thonë ky Kur'an është i afërt, nga se tashmë s'po flet për dilemat, tashmë s'po flet për apërsi, tashmë po flet për udhëzim, e për të udhëzuar është shumë i lehtë. Prandaj kur flet për udhëzimin dhe kur flet për mësimin, e përdor me përemrin e afërsisë, është i lehtë, është i afërt, është i mundshëm dhe i kapshëm për çdo kënd. Prandaj në fillim Allahu xhalla xhelalu e përdor këtë përemër që tregon epërsinë dhe lartësinë e këtij libri. Dhalika el-kitabu la rayba fi. S'ka pikë më dyshën te. Udhëzim hudan lil muttaqin. Është udhëzim për ata që e synojnë devotshmërinë. Në rregull, e kuptuam. Në surën Bakara, disa faqe më poshtë tregimi për Bakaran, për lopën, që në bazë të kësaj ka marrë emrin kjo sure. Cili është strumbullari dhe boshti kryesor i rrëfimit që po flasim për të? Cili është? Është pranimi i asaj la rayba fi. S'ka dyshim, andaj nuk ki nevoj me eksperimentu, nuk ki nevoj me provu, nuk ki nevoj me pas dilema. Do të thotë strumbullari dhe boshti i këtij rrëfimi që po flasim për të, e thash ka më fol në dersën e ardhshëm, ka shumë çka më thon këtu, ka të bëjë me nështrimin. Ka të bëjë me nështrimin dhe ka të bëjë me bindjen dhe ka të bëjë me përuljen. Allahu po therrë lopën, therrë Allah. E mos nxjerr pyetjet pa nevojshme çfarë e çysh e kur. Nëse ai se ka fol, mjafton me atë sa ai ka thonë. Dhe përfundon sura Bakara me fjalët e besimtarëve të drejtë, të cilët thonë sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Besimtarët e drejtë përfundon sura Bakara dhe Allahu thotë se besimtarët e vërtetë ata që thonë dëgjuam prej Zotit wa ata'na dhe u nështruam. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Na fal o Zot se na të kena më kthy. E kena më dhënë llogari për këtë nështrim, kudo që e kemi lëshuar se kemi gabuar, na fal paraprakisht o Zot. Prandaj shikoj këtë lidhje të fortë, nuk ka pikë ndyshje. Ta bjen shembullin kur dikush ka kontestuar ku ka përfunduar dhe bjen në fund shembullin atyre që nuk kanë kontestuar për janë nështruar. Dy modelet e ki të udhëzuara apo të pa udhëzuara me hyrjen surën Bakara. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërlozur edhe në renditje, edhe në prezentim, edhe në përzgjedhje, në gjitha këto na jap me të vërtetë mësime të shumta dhe urësi që ne duhet të kemi parasysh. Prandaj ai i cili dëshiron me e provu urën e Zotit, unë e marr pa pesha apo më del mira jo. Nuk ka mundësi me përfituar atë.
ai i cili don me e kontestu, me unis nga pika e dyshimit për shku të bindja pastaj rreth ndonjë të vërtetë kuranore, këtë udhim zakonisht nuk e përfundon sukses shumë ata. Nga se teoria se duhet filluar nga dyshimi me shku në bindje nuk qëndron në Kur'an. Ka mundësi me gjithkënd me qëndrues. Ndoshta te Kur'ani është e kundërta. Fillohet me bindje për të përfunduar me bindje. Nuk fillon me bindje me kësi lara i befi, nuk përfundon me semena wa atana. Atëra shikoje shembullin çka i ndodh njerëzve që bëjnë këso lëvizje e këso kontestime. E dyta që do të përmend nga dobit e këtij rasti të ndërrozë është se ky rast dhe ky rrëfim nuk është trajtuar me renditjen e zakonshme sikur që ceka. Allahu xhallahu ala thot: "Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqara." Qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Wa idh qala Musa liqaumi, kur Musa i tha popullit vet, Allahu po ju urdhëron me prej një lop. Than ti apo tallesh me neve? Tha a'udhu billah, Allahu më ruaj që të jemi ignorant. Ne s'po kuptojmë Allah çfarë lope, çfarë therrja, për çka Allah. Në fund tregimit, Allahu thot fadribuhu bi ba'dihha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayati. Në fund Allahu thot goditni me një pjesë saj, kështu Allahu i ngjall të vdekurit për t'ju treguar juve faktet e tij dhe argumentet. Do të thotë fundi që nga fillimi. Se arsye për të thirrë lopën është vrasja. Dhe është dashur të dihet vrasësi. Ku është përmend kjo? Në fund. Ku është dashur më përmend? Në fillim. Është dashur të thuhet. Ka ndodhur një vrasje, u vrani njëri, tash formulimet janë të ndryshme në kohën e Musaut dhe nuk u dit vrasje dhe Allahu ju tha bëni vazhdoni, e pedim. Këtu na po ecim me ajete dhe halos më çka po bëhet. Në fund po morën vesh. Na veç pedim se një lop po kërkohet me u thirr dhe dikush s'po don me e thirr e tani po nxirr lojën edhe çka kaq. A është e rastësishme renditja apo mësim vetë? Shumë mësim vetë ato. Shumë mësim vetë. Allahu Gjalla Gjelalu të ndërrozër thash asgjën këtë Kur'an nuk ka me rastësi. Gjithçka është me qëllim. Gjithçka është e kërkuar. Gjithçka është me precizitetin maksimal e vendosur. Pse kjo renditje? Pse fillimin në fund e fundin fillim? Pse? Çka duhet me thona? Allahu alam. Fillimisht çështu Allah din më së miri. Po ne bëjmë përpjekje tona njerëzore për të nxirrur urtësinë, se ne na duan mësimet. Andaj Allah din më së miri, po ndoshta në bazë të meditimit dhe analizës mund të delë se Allahu xhallahu ala i dha përparësi, do të thotë kërkesës për të thirrë lopën para sqarimit të arsyes për të na e fokusuar vëmendjen te pjesa më e rëndësishme e rrëfimit, jo të ato që kanë bëjmë me kurreshtjen, po ato që kanë bëjmë me mësimin. A kuptuat? Sot njerëzit më shumë japin mund të japin përgjigje kurreshtjes se që të japin përgjigje arsyes dhe logjikës. Për shembull, me bu mendu një rast i caktuar, që u vron njëri këtu, në surën Bekare u vron, e ka vron dikë. E kush, e qysh, e pse, sa muhabet e bëhet, sa njëri përfshihet që lidhje s'ka, as nuk i përket kjo punë, as nuk është i afërt i vrasësit, as nuk është i të vrarit, as nuk është gjykac, as nuk është prokuror, nuk është asgjë. Ama përfshihen tema, analizojnë, pse o Allah. Ndërsa në atë që i përket, me ato smirët ato. Me ato që punë e ti, zvet për ta. E Allah po do më nga të regu se në këso raste merru me atë që të përket, merru me pjesën e rëndësishme të ngjarjes dhe rrëfimit, jo me atë që është kurreshtja tek e fundit, kur formësimi nuk ta jap.
që duket e thjeshtë e zbërthyer të ndërrozë, shumë e thjeshtë e zbërthyer. Mirë po, vallai me kthinet në përditshme, edhe me e pa sa në jetën tonë, në përditshmërinë tonë, nga fjalët tona, nga angazhimet tona, nga pyetjet tona, nga veprat tona, sa nga këto kanë të bëjnë me atë që është në dobinë tonë dhe janë kompetence jona dhe përket neve, e sa janë thjesht kurreshtje dhe interesim i panevojshëm. Nëse e mat dhe për një kohë të caktuar bën një lloj analize të jetës tënde, e sheh që ka defekte serioze. Prandaj Allah më thonë fillimisht vrasën e ka vrarë njëri po e lypin, në atë të mësimet poshtë shumë qyrë fort, dhe kena kështu më lyp në përreshta, ku me tash ai kush keq ai që vrapte. Andaj Allahu xhallahu ala po thotë, leni arsyen. Më duhet të një mësim që tonë ju bën juve dobi, gjithë juve, edhe pse s'keni qenë në atë kohë, edhe pse s'keni marrë pjesë në atë rast, ju bën dobi. Çka na bën dobi neve? Çka na bën dobi? A ka nxon Musa alzon vrasa se ka nxon? Çka më bën dobi mua? Çfarë dobi e ka? S'ka dobi o lopën. Pas kurreshtje. Interesant, kësha pasur me ditë cëllë i keqa jam. Dobi s'ka në atë punë. Ndërsa, kjo sjellje e Beni Israelve të e kësaj gjenerate me Musaun alayhi salam, shumë më bën dobi mua. Nga se une, nëse nuk bëj kështu, në këtë rast, unë e kështu sillen në shumë raste tjera. Prandaj është identike mentaliteti edhe pse ngjarja ka ndryshuar. E Kurani sunan me ndru mentalitet, me ndru koncepte dhe kuptime, ndërsa këto pastaj janë simbolike. Këto gjërat a ka ndonë Musaun me Ibrahimin, këto çështje janë pastaj gjëra të historisë. Duhet të mirë me atë që synon me na përmirësu mënyrën e mendimit të Allahut. Çish mendojmë na? Na përmirësu konceptin ton, mentalitetin ton, që kemi nevojë shumë në këtë drejtim të përmirësohemi. E dyta që mund të përmendet nga arsyet e përmbysjes së rrëfimit është këtu bëhet fjalë për vrasje. U vron njëri pa drejtë, u der gjaku. Kjo është punë e shëmtuar. Ne e pam edhe në rrëfimin e dy bijve të Ademit. Kur e vrau vllahun e vet, në çfarë mënyrë të shëmtuar e trajtoi Kurani këtë çështje? Sa e çortoi, çfarë ndodhi? Edhe këtë bëhet fjalë për vrasje. Shumë ka gjajshmëri tregimi i këtij rrëfimi me ato të dy vllazëve të bijve të Ademit alayhis salam. Të ndërrozër, këtu Allahu xhallahu ala po thotë se ka ndodhur një vrasje. Një shoqëri që vrahen me zveti pas ka qenë kjo kohë. Një shoqëri që e vrojnë të pafajshme. Një shoqëri që realisht der gjak pa arsye. Dhe është në gjendje që këtë krim me e kurorizu me krim tjetër, me akuzu të pafajshmen. Për një shoqëri që realisht ka problem me vlera. Një shoqëri që ka problem me drejtësi. Një shoqëri që ka problem me raporte me zvete. Prekajuar të japëta. Pse ata ishin kështu? E qëtë Allah për para apo shkakun pas taj vjen rezultati. Si ngjarje, mas pari vrasja, ta një lopa. Si ngjarje, si rrëfim, do të tëtë si zhvillim kronologjik, mas pari, qëla është mas pari? Vrasja, pas taj kërkime thirë lopën. Mirë po, nësuf se rënditja bëhet sebeb, shkak edhe pasoj dhe rezultat, cila rënditja duhur? Që kjo. Që kjo është rënditja duhur. Pse? Nga se me një shoqëri, të nërozë shikoni. Allahu xhallahu ala po thot se Musa alayhis salam. A dini kush ka qenë Musa alayhis salam? Një nga pejgamberët më të mëdhenj të Zotit. Ai i cili dashti Allahu xhallahu i shpëtoi Beni Israelin nga zullumi i faraonit. Pas poshtënimit i ngriti Zoti xhallahu xhelalu. Pas nënçmimit i ndroi Allahu xhallahu ala. Andaj i bëri zotni me Musa alayhis salam. Dhe kishte prapë nga ata që kësi mire komunikonin. Qka i bjen kjo? Kur i thot dikush pejgamberit, a i gara përbona?
Për shembull pejgamberi thotë Allahu po thotë bëne këtë, ai thotë te gara bëna. Kur dikur që çdo sillet me pejgamberin, çka kupton ti pikë kësaj? A në rregull diçka apo ka problem? Ka problem serioz Allah. Këta që i thanë Musaut alayhi salam, ai gara të po, a e bënën nga devotshmëria apo nga mungesa e devotshmërisë? A e bënën nga edukata fetare që e mërën nga Musau apo nga mungesa e kësaj edukate? Cila ishte? Përgjigja është e qartë. Këta nuk ishin devotshëm. Vallahi një trodh devotshmëria me e pas nuk e pyesin Musaun alisam te ai gara apo bana. Këta me pa kuptuar edukatën fetare si duhet nga Musau alisam s'kishin me i thonë këtë fjalë. Prandaj të ndërlozë Allahu po dhe më na tregu se me një shoqëri ku njerëzit tallen me fenë e Zotit, nuk ka shenjtëri të mjaftueshme për gjëra të caktuara. Gjithçka është halal, gjithçka është e lejuar në emër të lirisë së shprehjes se ku e diun çfarë, mundesh me shaj çka dush, mundesh me menaxhu çka dush. Kur vjen shoqëria në këtë situatë, kur fillon të përbuzen të shenjtat, as jeta s'ka vlerë më sa nepta. E vrat njëri kallaj derë dhe gjaku pa kur gjapta. Me një shoqëri ku shejnohet Allahu, shejnon vlerat, mësimet e pejgamberit Allahu xhallahu ala, këtu vrasja mund të jetë e rastishme, mund të jetë mirë, po padyshim nuk duhet tërë këto procedura për me gjetë vrasin atë. Prandaj të ndërozër, shikoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, 23 vjet ju kam thënë disa herë, wallahi kemi nevojë shumë kemi nevojë të lexojmë, të mësojmë për biografinë e Muhamedit alayhi sallam. Nuk mund ta njohim Islamin praktik nëse nuk ka lënë mësimi jon përmes biografisë e Muhamedit alayhi sallam. 23 vjet, Allah ndërua, 23 vjet, 13 Mekë, 10 Medinë, i provokuar, i ngacmuar, lufta ka zhvillu. Lufta nuk ka qenë lehtë. Ata që i kanë numëru luftat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, me disa i kanë thënë mini 25. Ta nuk gati çdo vjet është provoku. Shumica e këtyre, veç një ka qenë jashtë Medinës. Çlirimi i Mekës. Krejt kanë qenë që aty për rreth dikun ata. Te shtëpia i kanë ardhur. Ose në Bedër, pak jashtë Medine, ose në Uhud, mrenën Medine, ose në Hendek, në gjysë Medine, që është më radhë. 23 vjetë. Me gjitha këtu, me gjithat, mund të numërosh kufomat e Kurajshve ato. Mund të numërosh viktima, për 23 vjetë ato. Mas pejgamberi s.a.s. ato. Shikoni, qëfar ka ndodhë vazhdimisht ato. Pse? Prandaj të ndërëzër, pejgamberi sot me ka përmen se kur hum dituria, kjo është nga shenet e ditës kiametit, kur hum dituria, kur hum devotshmëria, kur hum edukata, çka pret më ushtu përveç se vrasjeve, vjedhjeve, veprave amorale kështu me radhë. Prandaj Allahu xhallahu ala të ndërëzër thot, mos u çuditni për një shoqëri e cila tallet me Allahun, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tallet me njerëz të mirë Allah, tallet me vlera, që këta njerëz pasaj me pas letë edhe me e linqu diken, me e privu për jetës atën, me e privu për e liris, me e privu për e pasuris, e kështu më radhë atën. Nga se sistemi i shenjtërimit fillon për i Zotë xhallahu ala, pas është kënë të poshtë. Në qoftë se ky sistem nuk funksionon, nuk do të ketë shenjtërim të sinqert dhe real vëndëruar. Ai që Zotin se nje, kujt këmë ja ditë Allah? Ai që Allahu xhallahu ala që vazhdimisht e begaton dhe e pasuron dhe e ruan, flet keq për Allahun xhallahu ala. Fjalë të pahishme, vëllai të pa edukata. Ti të kurresh në veten tonë kurnin çka dikush ja bën kabull goja me thon për Allahun xhallahu ala. Subhanallah. Për Zotin xhallahu ala, për pejgamberin e Allahut, për Muhamedit alayhis salam, për Isaun alayhis salam, për Musaun, Ibrahimin, Nuhin alayhis salam, e tjerë. A din kush janë këta Allah? A din kush janë këta njerëz? Të kontestohet
e të flitet. Dhe Allahu po na mëson, nëse doni zbatim, doni mirëqenie, doni rahati, doni zbatim të drejtësisë, rregulloni sistemin e shenjtrimit fillimisht atë. Duhet me pas shenjta, duhet në shoqëri me pas gjëra të paprekura, të cilat nuk përfshihen në të drejtën e njërit me shpreh mendimin. Po, i takon, ja ka garantuar Allahu xhallahu ala këtë drejtë. Mirë po jo duke rënuar, rëcënuar atë që është e shenjtë për njerëzit, sikurse është feja aty në besimi e vlerat e tjera. Prandaj për këtë Allahu xhallahu ala i dha përparësi kësaj për të na treguar se renditja e ngjarjes historikisht po kalon nga vrasja te lopa. Mirë po nuk po na intereson aspekti historik, po na intereson një realitet tjetër që ka të bëjë sebeb, shkak edhe pasojë. Shkak edhe pasojë. Në gjithashtu të ndërruar vëllezër, për asaj që mund të përmendim në këtë rast prej pikave dhe dobive të këtij rrëfimi është rreziku i talljes. Ase këtu duhet më unal pak, s'u ne kalojmë bashkë ashtu apo. Rreziku i asaj që Zoti xhalla xhelaluhu e ka përmend disa në Kur'an nga njerëz dhe kategori, do të thotë pa vlera të ulta që tallen dhe luajnë dhe bujnë hajgara me të tjerat. Në surën Al-Hujurat, Allahu xhallahu ala ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaum." O ju që keni besuar, mos të tallet një grup i njerëzve me tjerë. Mos u tall me pamjen e dikujt Allahu. Mos u tall me fenë e dikujt. Mos u tall me bindjet e dikujt. Nga se në qoftë se e ka mirë, në qoftë se e ka drejt, ti po tallesh me të vërteta të caktuara që realisht kimë psu. Po edhe në qoftë se ka mirë, nuk është tallja rrugë për përmirësim, nuk është nënçmimi rrugë për përmirësim, por është tjetra. Po i kthejmë prapë biografisë, po e kena barë që Allah, nuk mëjmë shku largë biografisë pejgamberit alisam, që të duhet më këthy prapë. 23 vjetë. Ma gjej një dit, rastësisht gabimisht një dit ma gjej, të 23 vjetëve, që pejgamberit sasëm tallej me Kurajsht, tallej me idhujt e Kurajshve, ma gjej një. Ma gjej për shambull një dit që pejgamberi sa mi tha, shikoni këta gomar në çka besojnë apo. Një dit që i tha diku që shto. Kështu i tha. Ma gjej një hadith dikon që pejgamberi sa mi tha, ma ahmaka se Kurajsh s'kum pa e adhuron njëri gurin e Allah. Ma gjej një që kështu tha pejgamberi sa sallam. Edhe pse Kurajsh çka kanë bë? Omeri që ishte pytyne, ai vetë ka zënë, pa transmetime, thonë dikush, po pja unë gjesëm, jo, ai që qështu ka po, ai po kalzën. Thot, e ndërtonim Zotin nga ëmbëlsira. Mërnim, do thot, mjetet të ndryshme dhe e bënim një Zot. Me ku një jamël, që Zoti është jamël. Thot, edhe tër natën e adhuronim, adhuro, tër natën i rrishëm kom. Thot, mëngjes, lodheshim dhe hangshim. Qështu kam bo? Nga bindja që i kishin, vërrastin femërën për zgjalli. Ma gjej dikun që tallej, që dallan i kundërstonte, dallan polemizante, dallan tallej. Asë kuna thë. Ma di Allahu Gjallera tha, la të subu lëdhine jedune min dunillah, mos i shani dhe mos u tallni me zotrat e atyre që i adhurin pas Allahut. Fe yesubbullahi adwan bi ghairi ilm. E të bëni shkaktar dikush të shanë Allahun xhalla xhelali huwa. Vëndëruar, ai që e ka, ai që nuk ka shtëpi, është në mesin, ndoshta është në mesin e rrërës, në mesin e mbeturinave, në mesin e çka do koft. Ai let gjuhet me dikën, apo se edhe me gjuj dikush
mundet më urujt e pastaj goditja që i ka shpëtuar asaj nuk bën zarar kurkun. Pse? Se kurkun s'ka ku më rrug, e ka gjën e kaj. Mirë po ai që e ka shtëpin, do të rregulluar bukur, e ka bukur me xhama, has gjuhet me gurë vëlla. Kërkon se e din se unë e gjuj ato, po me buaj me më gjuj tani baje gjë zararën bën ato. Andaj ti e ki besim në rregulluar, ti nuk i hesap, ti nuk guxon me leju në emër të çka do qoftë, me shkaktu që pastaj dikush me ta shojt Allahun dhe pejgamberin sa. Zguxon ti me kon sebeb, nuk guxon. Në emër të çfarë do lloj kauze dhe bindje, zguxon. Gjasë Allahu tha kështu, la tasubbu alladhina, mos i shani ata të cilët i adhurojnë pas Allahut. Fa yasubbu Allah, pastaj ata shani Allahun xhallahu ala. A din çka do të thonë më ushojt Allahun tokë? A din çka do të thotë më utall me parimet e Zotit tokë? Wallahi kjo është punë e madhe. Kjo veç Allahu se ka caktuar kiametin. Sa të më bu as dje. E ka caktuar dhe nuk e provokon Allahun kërkush. Se realisht, wallahi për do thënje, më ti shdosh me plas toka, edhe me uqa toka, pi fjalve, më ti, por Zoti nuk e bën këtë. Dhe alhamdulillah, që s'na e kalon neve ndorë këtë tokë, se më ti e këshëm kaptis kiametin amëta. Prandaj Allahu Gjella Gjelalu duran dhe i len njerëzit të lirë në këtë tokë, por që pastaj llogarinë kanë tek Zoti Gjella Gjelalu. Prandaj të ndërozën, mos u tallni me askën, mbi çfarë do lloj baze, e veçanërisht me u tall në ato baza që Zoti Gjella Gjelalu ka caktuar njerëzve dhe nuk mund me hiq. Mbi bazën e gjuhës, mbi bazën e pamjes, mbi bazën e ngjyrës, mbi bazën e prejardhjes, mbi këto baza që këta se kanë zgjidhur te Allahu ton. Me u tall mbi këtë bazë me dikën është një rrugë me u tall me Zotin Gjella Gjelalu. Kush e ka hap ngjyrën? Allahu Xhallahu Ala, a se ka zgjedhur Allah. Me u tall me prejardhën. Kush për neve ka zgjedhur se djali i kujt ka me kon? Atë ka vetë Allahu këmë për këqin e pas babë dhe non? Qëta qëta? Qatë e pa qepë? Atë ka vetë? Jo, Allah. Prandaj, mos e ngushton një askend me mëkatët caktuara që ndoshta i ka bo dikush për i parve ti, apëtën. Zban kështu, apëtën. Si kur se thonë nga një njerët, Filonia, Allah, le të boti mirë sa duhet. Kanë e ka babaj. Kjo është talje me caktimin e Zotit Gjella Gjelalu, nuk ban. Ose kanë e ka kështu, kanë e ka kështu. Kjo nuk ban me ndoshtë shtu. A që thash, Allahu Gjellore e ka konsideruar të shëmtuar taljen. Kjo fillova për nivellit ma të rëndëm njerëzor. E sa ma te për të mirët nivelli, shtuat shëmtueshmëria e taljes, apo. Allahu thot, mos u tall me askend, nga sot e shëmtuar. E pastaj, nëse për shembull tallesh me njerëz ndryshëm, kjo bu gabim. Tallesh me devotshëm, kjo është edhe ma keq. Tallesh me njerëz të dijes, veçanërisht me hoxhallar, me dietar, kjo është ende më e keqe. Nga se tallja nuk shkon tash në adresë të fizikusit të tyre, nuk shkon në adresë të mbiemrit të tyre, por shkon në adresë të autoritetit dhe asaj që e bajnë ata nga identifikimi profesional apo. Prandaj të ndërrozer nga njerëz talle me dietar, nënçmimi dhe përbuzja e xhallarëve mund të thjesht, mirë po mund të ketë pasoja fatale, se nëse ky autoritet para njerëzve fillon të zbehet dhe të bjen poshtë, kush do të vjen me kthy pastaj seriozitetin e mësimeve të fesë. Shikoni Musa, kur s'ka bëj gore me Ben Israel. Atë kuptim se ka para asçaj me kodhun një shoku jon Musa alayhis salam. Bëj kom pejgamberi Allahut. Musa alayhis salam kur nuk është tall me Ben Israel e që ata tash mjak, jo, është rujt maksimalisht, prap se prap. Kur njerëzit kanë dashur, shikoni edhe ndruar, kur njerëzit kanë dashur mos me përfill urën e Allahut, ka dashur me ik për një obligimi, pikaja ka nis. Këta njerëz pikuja nisën. Këta nuk kanë nisën për lopës mas pale apo. Pi Musa se nisën apo. Than të khina te gore për meneva. Këtu njerëz dashur me kontestu.
Kur e panë që kjo serios, kalun pastaj tek kërkesa ato. Pra, stacioni i parë për braktisin e fesë dhe stacioni i parë për ta humbë seriositetin e fesë dhe stacioni i parë për rënimin e mësimeve të fesë është me rënë mësues të fesë. Pastaj bëhet çështja hapë, pastaj o kallaj. Se gjithkush ka mendimin e vet, kuptimin e vet e kështu me radhë. Mos u bë pjesë e fushatave të tilla, me qëllim ose pa qëllim. Ruju. Ki kujdes. Edhe nëse bëhet çka për gabim saktuar, ruju ti mos u përfshin të aftë. Ruju ti. Ka kush mirë me të. Është e drejtë e jotja kënd kimë ngu ti dhe kënd kimë pyet ti. Qase për këtë përzgjedhje kimë dhënë llogari për Allah xhallahu ala. Mirë po, mos e anashkala komplet kët autoritet. Kërkon hiç. Se kështu bëhet keq atë. Kështu bëhet keq. Prandaj kur ndodhi fitnia dhe sprova në kohën e sahabeve, Ibn Abbasin me çka sensibilizon të opinionin, me çka mbyllte rrugën e fitnës, me çka. Se ndodhi sprovë, vra Uthmani, problem i madh ishte. U përhapën trazirat. Me çka qetësonte situatën dhe mbante nën kontroll Ibn Abbasi me fjalën e tij të njohur, sammu lana rijalakum. I thonte, pikujt e keni marrë këta. Kush të ka thonë ti kështu? Nëse nuk përmendte autoritet pranuar, refuzoi, shuj. Hesht, mas u bë lëndjekse e trazirave. Prandaj edhe sot kemi kështu, marrin njerëz vendime, veprime. Kush të ka thonë kështu Allah? Cili dietar të ka mësuar kështu? Cili hoj? Kush të ka thonë këtë edukat, këtë tërbije? Kurkush. E mundot me gjithë dikën, por realisht, nëse hulumton dhe zënë, valla nuk janë ata që më shefin pasyrin ato. Nuk janë. Nuk ka mundësi një njeri që një tro dije ka marrë e me i dhonë lehtë dikujt me bo që ka boj njerëzit nga gjakderdhja, nga trazirat, nga prishja e ranit gjithë kënave. S'ka kështu. 2 ajete me i lezu nuk thot njeri kështu apëto. Ndë edhe këtu për i bëj një apel të nërmëz të kjo pjesë atëm. Thash, nuk bën me kom pjesë që me utallë me këtë kategorit njerëzve qëllimisht, dhe në me i binu që kërkush pive qëllimisht nuk e bën apëto. Kështu është përshimka. Po edhe jo qëllimisht. Edhe këtu më urujt apëto. E si ndodhë kjo? Nga njëre po flasë nga disa përvoja, edhe personale. Elhamdulillah, këtu nuk janë dukuri, nuk janë ditë për ditë, po, na duhet edhe njëherë me ndodhë, na duhet me përmirësu këtë çështje ato. Nga njëre, për shembull, dikujt i pëlqen fjala një hoxhe, që ka thonë. I pëlqen. I pëlqen sa i ka marak që ashtu diqysh me folë dikush ato. Apo, edhe bën shkputin e caktuar nga dersi. E nxjerr fjalën nga konteksti. Tash çfarë, për shembull, unë po flas që gati 45 minuta po flas. Po mundona me lidh fjalën me fjalë. Tash më uqu edhe e nxjerr nga konteksti. Le që i ka nxjerr nga konteksti. Hajde po themi dikun ja ka qellu. Po pastaj emërtime bombastike. Që si ka për qëllim ai që ka thonë fjalën e Allahut. Se ka ato për qëllim ai. E pastaj e lanson duke menduar se unë me këtë armë do të rënaj tash dilemat e armiqve të fesë, në hudubila. E tash unë ju kalëzë juve me këtë postim dhe me këtë shkputje se goditje e radhës ka ere po shkuna për. Godet filan hoxha, kush godet Allah? A e ke veta të atë godas me t'ja mos godas, a se ke veta, a ti po godeta? O ku e ki drejtë Allah? Me emërtu, e me shkput, e me godit, e me hin luft, e hoxha i ngrotë zdin sen, veç kur e sheja kanë publiku dikun, edhe është bo pjesë e debatit, pa nevoj, hajë zdin sen për këtë çështje. Prandaj, shkakton që më utalë pasaj me të kush, ti që këtë është më bo mirë, te kujdesu Allah, dhe të nëruar, hoxalar që ju mësoni për tyne, kanë me mira fjallë, kanë me qindra mira fjallë, që i shërbejnë edhe këti veni, edhe këti populli, edhe i shërbejnë sigurisë, edhe i shërbejnë maturisë, edhe urësisë, edhe edukatës, edhe pajtimit, edhe falës, edhe ndimës, edhe qindra vlerave njerëzore. Shkput një qato vëlla, të ke fundit, edhe të regani praktikisht, se këto vlera që i kemi, këto mësime, pak që i kemi të mira, për qëtujt i kemi, që të bëhemi sebeb, që kjo kategori njerëzve të prezentohet realisht si duhet, nga se me të vërtet, po i thëmë sinqeresht,
është për të ardhë keq kur përdoret emri ndonjë hoxha, ku do qoftë, edhe tallën njerëz me emrin e tij. Kjo është fatkeqësi o Allah. Kjo është fatkeqësi. Prandaj po them, po na hoxhallart e di për vetën time, na e kem obligimin ton të kujdeset dhe mendjes, por ju sjeni ata. Pa ju po i flas për atë që ju takon juve nga obligimet e juaja, që të ruani nderin, e të ruani karakterin e dinitetin e njerëzve që po mësojnë fenë Allah. Në çdo aspekt. Por jo që dëbama tona me i qëpërla me fetvat e djetarëve, apëtan. Jo që lëshimet tona me i qëpërla me fjalët e djetarëve, të keq përdorura, të keq interpretuara. Kujdes Allah, kujdes. Nga që sot në është të hoxha, e vërtet është. Nuk ka fuqi me ndërmarmosa, pas aspekti moral. S'ka fuqi. Sot merë dhe keq përdore një firmë caktuar, keq përdore një firmë të pijeve, keq përdore një firmë teshave, të mbaturave, është çka gjona këta. Është, na po e shohim, është keq përdor dikun emri dikujt të çfarë ndodh. Miliona euro dënim, burg e shumë të tjera. Pse? Ti ku ke pati? Unë kam investuar për titullin e kësaj firme, ti polun me ta. Që është polun vëllai. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 23 vjet, Allahu xhallahu ala me këtë Kur'an kanë punuar dhe Allahu xhallahu ala dua të them ka zbritur dhe pejgamberi ka punuar vazhdimisht për të prezantuar imazh të mrekullueshëm të kësaj feje. Imazh të atyre që nuk patën mundësi Kurajsh me gjitha përpjekjet dhe alaat e Kurajshëve me gjitha përpjekjet nuk patën mundësi një ditë për ditë me i thonë diçka që bie ndesh me njerëzimin, diçka që bie ndesh me moralin dhe me dukën, nuk patën mundësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka investuar për imazhin e kësaj feje. Ka investuar dhe është përpjekur dhe ka dhënë mund që njerëzit me kuptu se ka ardhur për rahmet. Allahu tha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të kemi dërguar për asgjë tjetër, përveç se ti jesh mëshirë për kanë, për akrebatët tu, për dashamirët e tu, për pasues, për muslimanët, lil alamin, për këtë botën. Jo veç ato që njerëzve, po je rahmet edhe mëshirë o Muhammed, edhe për botën e bimëve, edhe të shtazve, edhe të insekteve, të keq që ekziston ty Allah rahmet ka qu. Këtë përgjithësi të këtij mesazhi e zbërtheu praktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo Allah i dha ti rahmet, po veprat e tua a ishte edhe praktikisht rahmet? Po apëta. Prandaj edhe Kur'ani, edhe suneti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam së bashku prezentuan mëshirën e kësaj feje, bukurinë e kësaj feje. Të ndërruar, a nuk i tutemi Allahu xhallahu ala që këtë imazh, këtë emër të madh të kësaj feje, me pa përgjithësi, e me nguti, e pa maturi, e pa dituri, e pa konsultim, e pa mbështetje, e pa referencë. A nuk është frikë për Zotin me shku edhe me e njollos? Ata Kurajsh tentuan me njollos, po nuk patën fakte dhe argumente. Për dallim nga kohrat e mëvonshme pastaj. Ne jemi të përgjithshëm, nga se as mos të tallemi, por as mos të bëhemi sebeb i talljes atë. As të mos të bëhemi shkaktar që dikush të tallet me Kur'an, ose të tallet me hadith, ose të tallet me besimtarët, ose me xhallarët, ose me dietarët, ose me këtë qoftë. Mos të lejmë që për shkak të pakujdesisë tonë dhe pavëmendjes tonë dhe ndoshta edhe mungesës së edukatës tonë, realisht që të hapet rruga e atyre që presin të shfrytëzojnë rastin e këtyre tallive ato. Prandaj fatkeqësisht të ndërrozur sot tallin këtë tim kanë marrë për masa shqetësuese vallahi ato, që besoj tutët, ju çaj e bën nga asaj, po ka frikë me jetu me një kohë, ka frikë me jetu me një kohë kur lirshëm shahat Zoti xhalla xhelaluhu. Kur lirshëm fyhet figura e ndershme dhe e ndritur e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Wallahi kjo është shqetësuese ato. Ose vlerat e tjera. Çfarë do të qofshin nga vlerat njerëzore që Zoti xhallahu ala u ka mësuar njerëzve që në hijen e saj e këtyre vlerave të jetojnë sikurse duhet. E shkaqet e tallit janë të shumta të ndërrozur, duhen përmbyll veç me përmendje titujve të kësaj që kemi kujdes. Dhe të dimë se kur dikush tallet
mos e merr me rezultatin. Këtyre pse po e bën këtë? E pastaj ma let e ki me e trajtu çështjen nëse veç do më marr me këtë punë. Për arsyeve të talljes të kësaj vepre të shëmtuar është fillimisht zilia dhe urrëtia. Kur dikush të urren, ta ka zili, s'ka që me ta ngjit, tani dën me tallë me të nënçmuar. Ose bëj gale vëllai. Kur dikush ta ka zili, ai është i pari që dëshmon se ti ke vlera apo. I pari që ka dëshmuar se ti je me vlera, ziliçoret. Ti mos e pas vlera ty bën këtë buzilie. Pse me ta pasin atë? Pse me të rrejt? Kur ki vlera, kur ki pasuri, e atëherë, më pasuri, jo vetëm materiale, të vlerave, të besimit e kështu me radhë, po atëherë provokon zilinë e ziliçarëve, Allah na ruaj nga shirri i tyre. Atë kur s'ka çka me të bëj, s'u të bën si vetë, atëherë tallet. Arsye të jap. Në kuptim jo pranoj, po dhimbset vuajtja e tij që po tenton me masku me hajgare për jashtë, nëse vallaj buron nga zjarri i mlefit të brendshëm ato. Tjetra që është prej arsyeve është koha e lirë dhe njerëz pa projekte. Vallaj qëra, ai që ka zili, ma është njëri ka një mu prek, po me luftu, mas me punu në basë e saj, këto e nërmale njëmi njerë ndodhin, po njëri me ndërtu jetën bizilija, vëlla, njëri me pas mënyrë të komunikim me tjetë, veç për me zilisë, kjo është të keqëm. Njëri që ka synime njetë, njëri që ka vizion për jetën, ka qëllime, a i s'ka vak me këshur kur shka boni, vëlla, nga sa i ka projekt me së para. Njërë është të rëndëm, njërë është kanë vak për gjithë shka, apo s'kanë qëllimi madhore njetë. Te ke vune qëllimi madhore mund tjetë përfitim material, me fitu dhe qka. Qaq, kur që ma te përëm? S'ka në i vlerë të madhe, s'ka në i qëllim fisnik njetë. Të tjilë kanë vak për zili, për urrejtje, për përgojim tjërë, s'kanë Allah, nuk kanë vak, nga se kanë gjithat nda me razunit e tyre. Pa dyshim edhe prej dhe kjo është e fundit e rëndësishme, prej arsyeve të talljes me gjitha që se ka është edhe fatkeqësisht pasimi i verbër ato. E dën dikon, e pason dikon, i pëlqen që ky, tani ai edhe kur të lëvdon dhe kur të shon dikon çfarë njëjtë me ta. Ka thënë Allah, mund të jetë ky në njëri i dijshëm, mund të jetë një profesor, mund të jetë ndonjë dikush që ka botë mëdha punë, në rregull, ama kur kalon në dimension të pavlerave, mos e njeh Allah. Por të pak mendjen. Ti mos ja jap dikujt litarën e qafës me ngre dikush ka dënë ai vetë Allahun. Ka e mira ka e keqe, ka dënë. S'ka kështu Allah. Ka e mirja bëhu nxënës i disiplinuar. Ama kur kalon në tallje, kur kalon në çmim në përbuzje, bën në plot njerëz vallaj, nuk e njohin dikon për muslimanë. As se ka po, kur as ka pas punë. Ka një që thot. Çfarë do ai thot për ta? Ka dal më në mirë, shikoje nga se mund të përfshirë diçka që është shumë e padrejtë dhe shumë e dëmshme për ty edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Sidoqoftë ka shumë dobi që mund të flasim për këtë, madje edhe për sot kam përgatitur të tjera, po koha nuk na premtoi gjithë më përfundu, sidoqoftë unë edhe paralajmërova se do të vazhdojmë inshallah në javën e ardhshme me të njëjtën temë për shkak të dobive të shumta. E unë lutem Allahun xhallahu ala që Zoti na udhëzon, na ruan dhe të na bën nga ata që me të vërtetë prezantojnë imazhin e duhur të kësaj feje, sikur na mësoi Allahu xhallahu ala dhe na mësoi i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po i do fundit takim nashëm, Zoti ju ruaj. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam.